Po zhvillohet faza 2 të punimeve në objektin e ri të banimit social, gjatë së cilës pritet të punohet edhe pak. Drejtoresha e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Adelina Sheu Kola thotë se kjo fazë pritet të përfundojë gjatë muajit qershor. Atëra është faza e dytë e banimit social. Sipas planit dinamika është të shku gjithçka në rregull, pritet që të përfundojë dikun ka fundi i qershorit. 30 familje do të kenë mundësi të jetojnë në këto banesa dhe përfituesit zgjedhen në bazë të kritereve të përcaktuara, shtoi drejtoresha Sheu Kola. Kjo është një banesë 6 katëshe, siç po shihni edhe vetë. Çdo kat i ka 5 banesa, që do të thotë 30 njësi banesore. Ato përcaktohen me ligj të banimit social dhe formohet komisioni. Në komision pra veç ka fillu aplikimi, do të marrin pjesë të gjithë dhe komisioni sipas ligjit i përcakton edhe kriteret e përfituesve të banimit social. Sheu Kola gjithashtu bëri të ditur edhe koston e përgjithshme të këtij projekti. Atëherë kosto është 526.770, pra të fazës parë dhe të dytës komplet. E sa i përket kapaciteteve të objektit, drejtoresha tha se bazuar në nevojat aktuale në komunën tonë, kapacitetet janë të mjaftueshme.